Ngjarje tragjike që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në fshatin Plas të Bashkisë së Maliqit, një 49 vjeçar identifikuar si Eduard Çarçani është gjetur pa shenja jete pranë një banese duke shkaktuar tronditjet e banorëve të zonës. Sipas të dhënave për apraket policisë, dyshohet se Çarçani ka ndruar jetë aksidentalisht pasi ka mbetur i varur në kangjellat e murit rrethues, teksa përpiqej të hynte në një shtëpi që nuk ishte e tija. Hetuesit paraprakisht dyshohet se bluza i është ngecur në hekura duke i shkaktuar mbytjen. Burimet nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se 49 vjeçari mund të ketë qenë në gjendje të dehur në momentin e incidentit. Banorët e fshatit thanë se ai kishte jetuar më parë në Itali me familjen, por pas divorcit ishte kthyer në Shqipëri dhe prej disa vitesh jetonte i vetëm. Ata e përshkruajnë si person të qetë, por me probleme dhe varësi nga alkooli. Probleme të tilla. Edhe asë djali mirë, i përsosur. I mirë, Hallet e ditë veta në vëzhdim janetim. Policia e Maliqit të mbërriti menjëherë në vendngjarje duke kryer veprime procedurale dhe duke sekuestruar pamjet e mundshme nga kamerat e zonës për të hedhur drejt mbi ngjarjen. Trupi i pajetit Çarçanit është dërguar në morgun e Korçës për kryerjen e ekspertizës mjekoligjore, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë rrethanave të vdekjes së tij.